Rreth Biblës. Bibla përbëhet nga dy pjesë që quhen Testamenti i Vjetër dhe Testamenti i Ri. Fjala testament do të thotë një deklaratë apo një beslidhje, ose në disa raste një porosi e fundit para vdekjes. Siç përdoret këtu, kjo fjalë nënkupton beslidhjen apo premtimin me të cilin Perëndia e ka lidhur veten në marrëdhënie me njerëzimin. Beslidhja ose premtimi i shpëtimit që Perëndia na ka dhënë është bazuar në vdekjen e Jezu Krishtit në kryq. Na premtohet se Perëndia na shpëton nëpërmjet Jezusit dhe na bën trashëgimtar të mbretërisë së Tij të qejve. Besimtarët në Krishtin janë të sigurt se mëkatet e njerëzimit janë hequr përgjithmonë nëpërmjet vdekjes së Jezusit në kryq. Se Jezusi, biri i Perëndisë, i cili lindi në tokë rreth 2000 vjet më parë, mori mbi vete në vend të njeriu dhe si zëvendësues i tij ndëshkimin që meriton ai njeri i cili mëkaton. Kjo do të thotë që mëkatet tona mund të falen dhe që ne mund të besojmë në premtimin e Perëndisë, lajmin e mrekullueshëm se mund të marrim jetën e përjetshme, të cilën na e ofron Perëndia. Është lajm i mirë i këtij premtimi, ai që përbën zemrën e mesazhit të Biblës. Beslidhja e shkruar përpara Krishtit quhet Testamenti i Vjetër dhe beslidhja e shkruar pas Krishtit quhet Testamenti i Ri. Testamenti i Vjetër, i përqendruar rreth kombit jude, ka si autor shumë shkrues midis viteve 1500 dhe 400 para Krishtit dhe përbëhet nga 39 libra që përmbajnë historinë, ligjet, profecitë, poezitë dhe këngët e kombit të tyre. Mesazhi i mbretërisë së re të Perëndisë dhe ardhja e Krishtit përsëriten në shumë profeci. Testamenti i Ri shpjegon faktet se si këto profeci për Krishtin u përmbushën në Jezusin dhe jep mësim për shpëtimin që ai siguron. Ai është shkruar nga dishepujt e Jezusit midis viteve 30 dhe 90 pas Krishtit dhe fillon me 4 ungjijt që janë histori të shkurtra të jetës së Jezusit. Ndër të tjera përfshin edhe 21 letra drejtuar të krishterëve dhe përbëhet në tërësi nga 27 libra. Populli jude pranon vetëm Testamentin e Vjetër si Bibël, fjalën e Perëndisë, të cilën ata e quajnë ligji dhe profetët. Të krishterët nga ana tjetër besojnë se edhe Testamenti i Vjetër, edhe Testamenti i Ri janë fjala e Perëndisë. Para së gjithash, duhet të dini këtë. Asnjë profeci e shkrimit nuk vjen nga interpretimi i dikujt, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur ndonjëherë me vullnetin e njeriut. Përkundrazi, njerëz të shtyrë nga fryma e shenjtë folën nga ana e Perëndisë. 2 Pjetrit 1:20 deri në 21.